Specialistët e qarkullimit rrugor proceduan penalisht 27 vjeçar me inicialet SM banues në Melgush pasi u kap duke drejtuar automjetin e tij që u përfshi në aksident pasi goditi nga pas një automjet me drejtuese një 32 vjeçare duke lënë këtë të fundit të plagosur së bashku me pasagjerën që kishte në automjet. Ndërkohë një 14 vjeçar u kap duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi, duke përfunduar edhe ky i fundit i proceduar. Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedim në gjendje të lirë për një 67 vjeçar pasi po kryente punime ndërtimi pa leje, për një 52 vjeçar pasi në lokalin e tij u konstatua në lagjen Vasil Shanto muzikë jashorari të lejuar, një 34 vjeçar pasi gjithashtu edhe ky i fundit në të njëjtën zonë u kap duke ushtruar në lokalin e tij muzikë jashorari të lejuar. Ndërkohë një 20 vjeçar banues në Shkodër u procedua për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe ndërhyrjet pa drejta në jetën private. Ai rezulton menaxheri i një hoteli dhe dyshohet se ka fshirë pamjet filmike të kamerave të sigurisë me qëllim mosbardhje në ngjarjes së ndodhur pranë këtij hoteli, ku është shëlluar me gur në drejtim të banesës së një 35 vjeçareje. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori pasi ka bërë kallëzim një 66 vjeçar se një 34 vjeçar pozicionon pronën duke ndërtuar gardh rrethues, pronë për të cilën të dy palët pretendojnë se kanë dokument pronësie. Për të gjitha këto raste materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.